Vetmia dhe mbyllja në vetvete. Një nga arsyet e izolimit nga shoqëria dhe të mbylljes në vetvete është ndjerit i fyr nga njerëzit, gjë e cila çon në një personalitet emocional të rrëgjuar. Ëndra e lidhjeve miqësore është ndëruar në një makt dëshpërimi dhe në një pamundësi për të shoqëruar me të tjerët. Imam Aliu, udhëheqësi besimtarëve, paqja qoftë mbi të, ka thënë: një individ i cili është gjithmonë mosbesues dhe dyshues për motivet e të tjerëve krijon fobi për gjithkënd. Shakteri, psikologi i mirënjohur, shkruan: të gjithë duan të shoqërohen me të tjerë dhe dëshirojnë të fitojnë vëmendjen, dashurinë e tyre si dhe të kënaqen me shoqërinë, por kur kjo dëshirë nuk realizohet, është më e lehtë të largohesh me vrap nga njerëzit sesa të përshtatesh me ta, ndërsa e vërteta është ndryshe. Nëse dështimi për të përshtatur dhe shmangja e shoqërisë me të tjerët jep një lehtësim të përkohshëm, kjo as kënaq nevojat dhe dëshirat tona të lindura dhe as nuk ofron ndonjë zgjidhje apo ndonjë mjet kurimi. Vetmia dhe largimi nga të tjerët mund të jetë shkallëve të ndryshme dhe mund të arrijë një pikë ku pa u dëshpëruar dhe pa një ndjenjë dështimi, njeriu distancohet nga shokët e tij, nga familja dhe nga e gjithë bota. Unë kam njohur një inxhinier i cili ishte shumë i kualifikuar dhe zotëronte në mënyrë të shkëlqyer profesionin e tij, por në fabrikë ai sillej me një brutalitet dhe ashpërsi të plot me vartësit e tij. Ai donte të hante i vetëm dhe nuk merrte pjesë në biseda, as nuk merrte pjesë në aktivitete argëtuese, nuk e shikoje të qeshte, as nuk bënte humor, si dhe nuk lejonte asnjërin ta kritikonte. Por ne e dim se në thellësi të shpirtit ai kalonte një torturë për hir të sjelljes dhe të gjendjes së tij, dhe sa ai dëshironte për të qenë në gjendje të bisedonte me të tjerët, të qeshte dhe të drekonte me ta në të njëjtën tavolinë, si dhe të kishte marrëdhënie miqësore dhe vllazërore me të tjerët. Kur profesori psikologjisë e studioi rastin e tij, ishte e qartë se, pa e ditur ai vet, ai ishte dyshues për besnikërinë e vartësve të tij dhe imagjinonte sikur ata nuk e konsideronin atë të përshtatshëm për t'i drejtuar, dhe kështu ai duhej të imponohej me autoritetin e tij në një mënyrë të ashpër.